610 kontrolle dhe 21 gjoba ka vendosur Drejtoria Rajonale e Tatimeve deri tani në zonat turistike, kryesisht në plazhin e Vilipojës. Janë kryer rreth 610 kontrolle në bizneset, konkretisht shumica janë në zonën e Vilipojës, por dhe pjesa e Shirokës. Jo se me këtë aksion që patme ne kemi përmell dhe kemi vunë në vijë çimin e kuponit tatimor, ende ka probleme, nuk kemi gjetë subjekte të palë regjistruar, janë vendosur 21 penalitete. Drejtori Hysa i ktheu një përgjigje kryetares së Bashkisë Shkodër Voltana Ademi, duke thënë se nuk ka favorizuar biznese, siç pretendon kryebashkiakja. Çdo gjë duhet të thotë me fakte. Kjo jo që të hedhim tope njëri tjetër, por bashkëpunimi duhet të jetë në institucional dhe të bëhet çdo gjë me shkresë, siç në disa raste e kemi bërë dhe i kemi kthyr përgjigje. Unë s'kam një informacion të tillë që kryetarja bashkisë ose bashkia, institucioni i taksave të na agencion ne që në filan zonë janë kaq biznese të palicencuara. Nuk është shumë vonë, na informojnë, ne që ditën e nesër jemi të gatshëm në bashkëpunojmë me ta dhe të që të bëjnë ndalimin e këtyre subjekteve dhe konfiskimin e këtyre subjekteve që janë palicencuar. Unë këtë po pres që kryetarja të bëjnë publike favorizimin e biznesit. Dhe përgjegjësia do jetë individuale për ato, po unë se kam një informacion të tillë. Edhe nga shkresa që kryebashkiakja ka nisur tek Drejtoria e Tatimeve, 3 kanë qenë pa adresë, 3 të tjera kanë padur çadrat e shezlloneve të mbledhura, ndërsa të tjerët të licencuar. Pretendohet që na ka prunë nga 9 subjekte, po të them, 3 janë kanë me adresë, kurse 3 tjerë, pjesa tjetër janë kanë pa adresë dhe vetëm në plazhin e Vilipojës. Masi kemi kontrolluar për të dytën herë gjithë pjesën e shezlloneve, na kanë dalë vetëm 3 subjekte që ishin çadra dhe mbledhura në breg të Ramës. Pjesa tjetër që i ka prunë, i kam kthyer përgjigje edhe me shkresë që janë të licencuar, që ajo na i ka prunë konkretisht pa licencuar. Pas gushtit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve në shtator do të ketë gati planin për kontrolle në pjesën e qytetit, duke ju rikthyer normalitetit.